Gjatë punimeve të samitit të Bashkimit Ndërkombëtar Demokrat, IDU, në Zagreb, Organizata Globale e Partive të Qendrës së Djathtë miratoi një rezolut ku shprehet shqetësimi për standardet demokratike në Shqipëri. Dokumenti bazohet në raporte ndërkombëtare që e klasifikojnë vendin si një autokraci elektorale, duke evidentuar rënien në indekset e perceptimit të korrupsionit dhe lirisë politike. Rezoluta thekson se procesi i integrimit në Bashkimin Evropian po pengohet nga mungesa e rezultateve në goditjen e korrupsionit të nivelit të lartë dhe nga ndikimi i krimit të organizuar në strukturat shtetërore. Në këtë kuadër, IDU kërkon një reformë konsensuale zgjedhore dhe zbatimin e rekomandimeve të OSBE ODIHR-it, duke sugjeruar modelin e një qeverie kujdestare për të garantuar paanshmërinë në zgjedhjet e ardhshme. Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, i pranishëm në këtë forum, e cilësoi rezolutën si një mbështetje jetike për opozitën shqiptare. Ai vuri në dukje se partnerët ndërkombëtar janë informuar mbi përqendrimin e pushteteve dhe goditjen e pluralizmit. Mbledhja u çel nisi me një rezolut për gjendjen alarmante në Shqipëri nga regjimi autokratik i Edi Ramës. Kjo rezolut e cila mori mbështetjen e plot të gjitha forcave politike antare të EDU-s, trajton problemet madhore të Shqipërisë, trajton gjërësisht farsën elektorale, kapjen totale të shtetit nga krimi, banda dhe kartelet e drogës, përqendrimin e të gjitha pushteteve në dorë të një njeriu, bllokimin e luftës kundër korrupsionit, ngadalësimin e proceseve të integrimit. Për këto shkaqe mburojnë e ngritur ndaj prokurorisë speciale dhe sistemit të drejtësisë për vjedhjet dhe shpërdorimet e ministrit Edi Ramës dhe ministrave të tij. Gjatë takimeve me drejtues të IDU-s dhe kryeministrin kroat, Andrej Plenković, Berisha nënvizoi se pa ndarjen e shtetit nga krimi dhe pa garantimin e votës së lirë, Shqipëria rrezikon të mbetet larg standardeve të kërkuara për antarësim në familjen evropiane.